shejtani i mallkuar, pasi Allahu i madhëruar e përjashton nga mëshira e tij, i kërkon leje Allahut të madhëruar që të jetoj deri në ditën e fundit për të mashtruar pikërisht njerëzit. Dhe pasi i jep leje Allahu e pyet, si do i mashtrosh? Ai përmend shumë rrugë, por një ndër rrugët që ai e ka më në qejf, në fakt, është t'i mësoj njerëzit në gabimet e vogla, duke ju mbushur mendjen atyre se gabimet e vogla nuk ndeshkohen, nuk merren parasysh. Duke u shumuar këto gabimet e vogla, bëhen më shumë, më të mëdha se sa një gabim i madh. Ne kemi një shprehje të bukur në shqip, gur bëhet kalaja. Pra ne nuk kemi një kala të bërë, të sjellur e gjitha për një herë, por është bërë gur. Me gjunahet e vogla, Zoti na ruajt, mund të shkojmë tek ai grumulli i madh, që mund të jetë më i rrezikshëm se një gjuna i madh. Se një gjuna i madh mund të kemi rënë në gabim momental dhe e kemi bërë dhe jemi penduar, kemi ndej me javë të tëra ndoshta pa gjumë, i kemi kërkuar Allahut falje, kemi shtuar adhurimin, kemi shtuar agjërimin nafile, sadakan, për atë gabimin e madh që kemi bërë sepse e kemi ndjerë. Dhe në krahun tjetër kemi vitet e tëra që bëjmë një mëkat të vogël, ai që thatë ju, dhe na duket normal. Ai vazhdon dhe ti nuk reagon. E në ditën e gjykimit të del një varg i madh me gjunahet vogla, kurse në krahun tjetër të del një pendim i madh, një reflektim i madh kundrejt një gjunahi të madh që ke bërë. Është më i rrezikshëm gjunahi i vogël se sa i madh.